Mirë, këto ishin zhvillimet kryesore në prag të Pashkës. Drejtuesi i Kishës Katolike në Shqipëri, Imzot Arjan Dodaj, ndan në këto momente një mesazh për gjithë besimtarët e jo vetëm. Zhvendosemi dhe ndjekim. Largo nga e keqja, bëj të mirën, kërko paqen dhe ndiqe atë, sytë e Zotit janë gjithmonë mbi të drejtët. Të dashur vëllezër dhe motra, në dritën e Krishtit të ringjallur, nga dhënyes mbi errësirën e varrit, neve sot rizbulojmë lajmin më të bukur për të gjithë njerëzimin. Vdekja nuk e ka më fjalën e fundit. Krishti i ringjallur nuk na braktis në orientimin drejt së ardhmes që përjetohet sot si në botë ashtu dhe në Shqipëri, ku rrezikojmë të mbyllemi në një ndjenjë pa fuqie. Kur ndryshimet pozitive vonojnë dhe kur gjendja individuale apo sociale përkeqësohet, lind tundimi i indiferencës dhe i dorëzimit. Dhe mendojmë se gjërat nuk mund të ndryshojnë më. Nga kjo mendësi lind atëherë tundimi i largimit nga vendi, sidomos i të rive dhe i shumë familjeve, si një eksod që nuk rresht kurrë. Ose tundimi i një llapie e heshtur e ndërgjegjes kolektive në vend të një reagimi shoqëror. Vendi ynë nuk duhet të presë që e drejta apo e ardhmja do të na vijë nga jashtë. Thua vallë se të huajt e kanë për detyrë ta duan më shumë Shqipërinë dhe shqiptarët, se vetë shqiptarët Shqipërinë dhe njëri tjetrin. Jo, kjo para se gjithash është një përgjegjësi e secili prej nesh, nga më i malli tek më i vogli, i kujdo rendi qofshin të mëllejt apo të vegjlit e vendit tonë. Kjo është ndjesia, dija dhe përkatësia e parë që kemi nevojë t'i përcjellë çdo shqiptari, pasi të qenë shqiptar nuk është çështje slogani apo propagande, por trashëgimia që na shpërcjell ndër shekuj dhe borxhi që u detyrohemi bijve tan, brezave të rinj. Miq të dashur, Pashkët na çlirojnë pikërisht nga kjo logjik. Ashtu sikur Krishti nuk mbeti në varr, por hapi një rrugë të re për te vdekjes, edhe për ne nuk ka situata pa shpresë. Drita e Zotit na fton të besojmë se ndryshimi është i mundur dhe fillon para së gjithash nga zemra e njeriut sot, nga zemra ime, nga zemra jote. Secili prej nesh mund t'i drejtohet vetvetes me fjalët e shenjtës së madhe shqiptare Nën Tereza. Bëu ti ndryshimi që pret dhe don me pa në Shqipëri. Prandaj sot është thelbësore të mos dorëzohemi përballë së keqes, por të mbjellim shpresë konkrete. Shqipëria ka nevojë për burra dhe gra të ndershëm, që e duan këtë tokë dhe popullin e saj jo me fjalë, por me jetë të jetuara këtu. Ka nevojë për ndërgjegje reaguese që nuk pranojnë korrupsionin, padrejtësinë dhe menjanimin si diçka normale. Është ky një urim për të gjithë, dhe akoma më shumë është për ata që mbajnë përgjegjësi politike, ekonomike dhe shoqërore, që të shohin me largpamësi dhe përgjegjësi të ardhmen e vendit, pasi ata janë të parët që nga ky vend kanë pasur shumë nga të mirat me të cilat gëzohen apo krenohen. Por dielli nuk lind vetëm për ata. Dielli dhe drita, pasuritë dhe bukuritë e këtij vendi janë për të gjithë, pasi Zoti na ka besuar një pasuri dhe përgjegjësi për të cilën do t'i japim llogari. Jemi të thirrur të jemi administrator dhe jo pronar të vendit dhe pasurive të tija. Neve, si të krishterë, dëshirojmë të shpallim shpresën e të ringjallurit për vendin tonë dhe për çdo njeri, një shpresë që bëhet angazhim, të qëndrojmë, të ndërtojmë, të edukojmë, të duam këtë vend me vepra konkrete. Sepse aty ku ka njerëz të drejtë, aty ku ka shpresë,
Aty lind e ardhmja, aty ka jetë. Dashur vëllezër dhe motra, ringjallja e Krishtit na fton të zgjohemi nga çdo dorëzim dhe të bëhemi dëshmitar të jetës së re. Le të kërkojmë paqen dhe ta ndjekim atë, duke u bërë ndërtues të së mirës së përbashkët për të gjithë. Krishti u ringjall, aleluja, gëzuar e përshumot pashkët të gjithëve.